tjerët që kanë qeshur ata që kanë mundur të ulen në shkallëtar turbinës për ta parë nga afër dhe jo vetëm, edhe në Fier atje ku ka qenë premiere komedisë Klinika e Bukurisë. Klinika e Bukurisë gjithmonë me ulje. Në fakt se me këtë batut nis e gjithë shfaqja, Jereda Dembacaj, producente, dhe jo vetëm në fakt e kësaj shfaqje, bashkohet me ne në studio. Producente ekzekutive. Producente, ideatore, se më ka rastisur shfaqja edhe e përktheva, dhe më nisi si një loj. Dhe që rezultoj me një super shfaqje, në fakt e suksesshme kam përshtypjen apo jo. Personalisht kam qeshur kur e kam parë, pavarësisht se dhëmb në mesazhin që përcjell. Shumë e suksesshme në fakt. E prisja, nuk është se prisja. Megjithatë ishte shumë satisfaksion. Të bësh bashk 8 aktor të humorit, në përgjithësi aktor të humorit, apo jo, sepse janë të 8 kanë luajtur në komedi edhe më herët. Por t'i bësh bashk këta aktor duke nisur nga Rudina Dembacaj që është modra jote. Si u bën bashkë, se ti ke qenë edhe në përkthim, më pas regjia është Andja Xhungu, si u bën bashkë? Kalenderojmë. 8 aktor dhe e përshëndesim po ashtu. U bën bashkë 8 aktor në mënyrë kaq organike, sa edhe mua më bëri përshtypje, domethënë ju ka pëlqyer të lozin me njëri tjetrin, kanë përvoja, domethënë nuk mendoj se i bëra bashkun, i bëri bashkë njëri tjetri. Të mendoja, dhe në fakt janë 8 super aktor, po ngjiti me të parën. Paktën sipas këndvështrimit tim, po. Ngjiti e lozën shumë mirë, shumë mirë. Klinika e Bukurisë, kështu është titulli origjinal i veprës. Klinika e Bukurisë me ulje. Gjithmonë discount e ka origjinali. Ne po shohim edhe pamje ndërkohë të vënies në sken, të pyes fillimisht përse premiera në Fier dhe jo në Tiranë, se bën pak çudi. Është bërë traditë tashmë që jepen premierat në Fier, edhe në fakt duket dhe si një test, domethënë që publiku Fierit Eduard Troket, po e kalon. Testin edhe më pas, shfaqja vjen krejt. Po, sipas përvojës time të parë, po këtë kam kuptuar. Okej. Nuk është përshtypja ime. Dhe u prit për sa javë u dha në Tiranë? Në Tiranë u dha për 8 ditë. Dhe u prit që me të parën shumë mirë. Ishte sold out gjithkohën. Pati një bum kërkesash, po. Në fakt, gjithnjë më shumë në muajt e fundit, të paktën në veprat që unë kam parë të ngjiten në sken, qofshin komedi apo jo, ka patur një qasje të jashtëzakonshme dhe kjo duket që në javët shumë para vënies në sken që biletat bëhen sold out. Edhe është kënaqësi apo jo, mos kur bëhet fjalë për komedi. Po, është shumë kënaqësi kur e dëgjon edhe për vepra të tjera. Prandaj duke parë që ka ndryshuar shumë qasja e publikut shqiptar, unë e prisja që do ishte kaq e suksesshme. Ka qenë një sezon i ngarkuar të paktën për një pjesë të aktorëve, se janë të gjithë emra të jashtëzakonshëm. Do të veçoj dhe Rudinën në këtë rast, Gentian Zenelajn, Juli që ka kopa. Po, kishte kohë pa luajtur në fakt. Juli përveç protagonizmit të tij në ekran. Ka qenë një sezon i ngjeshur, megjithatë komedia duket sikur nuk të lodh asnjëherë. Unë me sa kam parë, se kam pasur dëshirë të ndjek provat që në tavolinë, jemi argëtuar shumë. Kam qenë në pjesë dhe ka qenë gjithkohë një argëtim. Mendoj se janë shplodhur, sado që e kanë marrë me shumë seriozitet të gjithë këta punën. Kam parë një seriozitet të jashtëzakonshëm. Pavarësisht se flasim për aktor të humorit dhe komedian, çfarë ndodh në klinikat estetike? Është ajo se çfarë pasqyrohet përmes notave të humorit në veprën që është vënë në sken. Sa pjesë e realitetit shqiptar gjendet në këtë komedi? Unë mendoj, satirike duhet thënë. Me gjitha përshtatjet që kemi bërë, mendoj se e paraqet 100% realitetin shqiptar. Vepra ka disa mesazhe, nuk ka një mesazh vetëm, dhe një nga këta është që ti do të jesh i përkryer, sepse kështu të kërkon shoqëria, mendoj unë. Edhe vepra këtë përpiqet pasqyroj, paçka se në vepër është në mënyrë groteske që ti bëhesh shumë më tepër se që kërkon shoqëria, duke dash vetëm të do të tregoj dëshirat të bashkëshortit, të shoqërisë,
të asaj se çfarë ndoshta një pjesë e atyre që të ndjekin në ekran pret nga ty apo jo? Po, kështu mendoj, po. Rudina Dembasa, një nga aktoret, një nga 8 aktoret në sken, luan në rolin e një qytetare italiane, që vjen në Shqipëri pikërisht për të përfituar nga këto ofertat e klinikave estetike, apo jo? Po, kjo që e pëson në fund. Po, këtë dhe me sa dim, të me thënë nuk mund të them diçka konkrete, sepse nuk është se e kam studiuar konkretisht, por kjo ndodhë rëndom. Prandaj në fund të veprës, ndodhe dhe me turizmin dentar kjo, prandaj në fund të veprës, është një gjë pa që absurde, turizmi dentar, dhe me thënë, si të bëjmë një prodhim në seri, mendoj unë, kështu këtë jep vepra. Një nga batutat që unë mbaj mend, sepse e kam parë në javën e parafundit të vënies në sken, ishte paguaj 2 buzë, merr të tretën falas. Dhe me thënë, ironia vazhdon thuajse në çdo pjesë të veprës. Është në shumë prej batutave i kanë përshtatur dhe vetë aktorët sipas personazhit të tyre, sepse janë ke dashur të kalosh deri në tallje? Deri në se satira therse po, humori palimit po, të vërteturat edhe të hidhura. Po deri në tallje? Unë jo, nuk kam dashur të kaloj deri në tallje. Por vepra të çon vet aty. Do të thënë, nuk mendoj se aty ndonjë personazh ndihet i tallur, edhe një nga publiku që e shikon. Ajo tall fenomenin më shumë, teksa edhe e përktheje këtë vepër. Do të thënë, flasim për një doktor që kalon të gjitha hallkat deri tek ndërhyrjet, pa kontrole, pa regjistrime, pa analiza më përpara, gjithçka vetëm për të bërë lek. Tek një asistente që shtirej si nëna e doktorit, kur në të vërtet nuk ishte, tek një çift ku burri do ta shoh gruan në formën më perfekte sipas syve të tij, tek pacientja nga Italia që vjen për të përfituar nga uljet në Shqipëri, sepse në Itali kontrollet janë shumë më shumë dhe çmimi është shumë më i lartë. Me thënë, cila dhëmb, apo të gjitha bashk? Këto dhëmbin të gjitha bashk. Dhe me thënë, dhe ndjen jo vetëm përsa i përket klinika e bukurisë, po në çdo sektor të jetës tonë është diçka e tillë. Edhe supermarketi, unë kështu e ndjej, dhe bie pjesë e një mashtrimi të madh, që mund të themi janë edhe rrjetet sociale që janë ky lloj problemi, por jemi pjesë e një mashtrimi të madh. E kuptoj, dhe tentojmë të bëhemi të gjithë njësoj. E ke vënë re? Kjo është më e dhimbshme. Kjo është shumë e dhimbshme. Çfarë ndodh me klinikën e bukurisë? Sepse ne e tham, unë e thash pak më parë që e pash në javën e parafundit, ka përfunduar për këtë sezon, do të ketë një udhëtim, një sezon veror për klinikën e bukurisë apo jo? Nuk besoj të ketë, kanë nevojë për pak pushim. Kështu mendoj se tani ata do e vendosin vetë, regjizorja, aktorët. Por unë mendoj që do jepet përsëri, sepse është kaq pjesë e aktualitetit, është kjo e para dhe njerëzit publiku do dojë ta shikojë. E dyta është që është një grup që punon shumë mirë në mënyrë organike dhe do duan të bashkëpunojnë. Pse jo të mos ketë rikthim? Ka data për sezonin e ri apo ende jo? Akoma jo. Dakor, ka patur shumë rikthime në fakt në teatr, edhe të veprave të mëparshme, sako kanë patur sukses, janë rikthyer për goxha javë në teatr apo jo? Po. Dhe këtu është vështirësia se janë shumë aktorë, do të thënë duhet të bëhen të 8 bashk. Të 8 bashk në data të lira. Në data të lira dhe ata janë aktorë me angazhime të tjera. Po kjo është një pjesë që përket atyre nuk mund të flas unë, po sipas mendimit tim këtë shikoj këtë. Projekte të tjera gati apo të kaloj një suksesi i klinikës së bukurisë edhe kam projekte të tjera gati. Ka projekte të tjera që jo domosdoshmërisht përfshin teatrin apo flasim gjithmonë për teatrin? Flasim gjithmonë për teatrin. Okej, në sezonin veror apo jo? Do të piqen për sezonin e ri? Për sezonin e ri. Okej, një nga batutat apo momentet që do dohet ta veçojë nga klinika e bukurisë, ndoshta për të dhënë një lloj mesazhi për gjithë ata që nuk e kanë parë, por që duan të jenë të bukur edhe estetikisht. Një nga batuta që do të veçoja është batuta që bën që nuk është kaq përqeshur, Alesia Xhemale që loza mandinën dhe thotë unë jam shumë rahat me trupin tim.
këtë do Por veçoja. bashkëshorti i saj nuk ishte rehat dhe priste 10 vite martesë për disa ndryshime. Për disa ndryshime. Unë këtë batut do të veçoja. Pastaj batuta që janë për të qeshur janë shumë. Do me thënë nuk mund të veçoj një. I përshtatej roli se cilit prej aktorëve? Mendoj Përzierja ishte shumë interesante, edhe e se cilit personazh. Genti ishte në gjuhën e vet, edhe në mimik. Genti e solli në gjuhën e vet, do me thënë është. Nuk ishte menduar e tillë. Jo, nuk ishte menduar e tillë. Do të thënë që të luante rolin e një veriori në këtë rast. Jo, kjo është një vepër franceze. Okej. Dhe roli që los Genti ishte më i pakët në rëndësi, kur unë e kam përkthyer dhe si e kam perceptuar, madje dhe autori vetë kur erdhi, i bëri shumë përshtypje. Përshtatja. Si e ka sjell në mënyrë të tillë atë personazh të vogël. Do me thënë ai tha është excellent. Kështu ta së francez. Kuptoj, dakord, ka më pas një rol edhe një gazetare investigative edhe shumë personazhe të tjerë, se ne veçuam disa ndoshta nga ata që jemi mësuar më shumë të na bëjmë për të qeshur, por janë shumë dhe shpresojmë që mesazhet ketë kaluar përmes atyre ditëve që është shfaqur në sken dhe shumë data të tjera do të ketë, shpresoj të paktën për të na bërë pak të qeshim nga ky realitet ku jetojmë. Besoj se po. Dakord. Besoj se po dhe shpresoj se po. Të falenderoj shumë për kohën, ishte kënaqësi, për mua ishte shumë kënaqësi edhe që munda ta shoh si spektator. Edhe për mua ishte shumë kënaqësi dhe biseda prandaj është më e bukur, më organike, se po flasim për një gjë që e keni parë. Dhe shijuar e duar trokitur në fund pashtu. Të falenderoj shumë. Faleminderit shumë Denisa. Faleminderit shumë.